Sakrifica më e madhe që e kam bo është që nuk jam kanë prezent në familje. Më me thonë që ka pas një kohë, sidomos te sezona e parë e serialit që është Shtëpia e Madhe, ku prej shtator, dhjetor, unë më me thonë që nështë veç 20% të kohës ku mujt me kalu me familje. Ka ndodhë me një javë ditë rresht, djalin e kom lanë flajt, edhe e kom gjetë flajt. Sa që ka pas rast kur në më ka thirë gruja, edhe djali o kom tukajt edhe kur më tërke tukajt me nëshën që urdzua në sen, po jo, ju kon një mërzitun për mu, edhe shpesher edhe vetën e kom zonë të shku në 2 natës, në 3 natës për gjrimeve edhe e kom qu djalin për gjumit. Të e përqaf, edhe shmë janë i pak zonën. Kjo është sakrifica më e madhe në këtë profesion, që nuk je shumë prezent familje, fatkeqësisht. Po është i tillë sepse xhirimet janë për një me të parashikueshme mas pare, nuk mundesh mi parashiku. Edhe e dyta është skenarin me xhiru natën. Do të me xhiru natën. Rene Kypi, sa fajmë duket se i shoshëron gjatë gjithë kohës krejt njerëzit që punojnë në media, që janë pjesë e televizionit, sepse gjithmonë kanë shumë pak kohë për familjarët e tyne.